Prej 2 vitesh në portin e Durrësit nuk kapet drogë, armë, mallra kontraband, parakesha apo persona në kërkim, sepse këto aktivitete lejohen nga një rrjet mafioz shtet privat, që kupola qeveritare dhe policia e shtetit në bashkëpunim me grupet mafioze e krijuan nëpërmjet ish drejtorit të portit Piro Vëngu. Por aksionet e spakut me homologët e EBS, raportet e antimafias italiane, DEAS, Europol dhe Eurojust kanë zbuluar trafik droge, armësh, transfer të aparash ilegale dhe kalim personash në kërkim, të cilët janë lejuar nga shërbimet e kontrollit dhe sigurisë së portit, si dhe nga policia e shtetit, shefat që kanë lejuar dhe lejojnë aktivitetin kriminal. Gerti Gega, i shef operacionesh dhe tashmë drejtor operacional në portin e Durrësit, ka zëvendësuar djalin e tezës së Piro Vëngut, Andrea Shllakun, i cili ishte edhe antar bordi i kompanisë Alabar, ndërsa më 19 dhjetor 2025 Edi Rama emëroi zëvendësministër të mbrojtjes. Urim Nela, ish drejtori i divizionit operacional në portin e Durrësit, u shkarkua me kërkesë të partnerëve të huaj për lejim të trafiqeve dhe kontrabandës. Aktualisht është shef sektori në këtë drejtori. Alex Marko, ish drejtori i divizionit ligjor dhe administratës së portit detar, është emëruar sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes dhe ende nuk është zëvendësuar në port. Alket Malo, ish drejtori i divizionit financës dhe marrëdhënieve tregtare, u shkarkua me kërkesë të partnerëve të huaj për lejim të trafiqeve dhe kontrabandës. Në bashkëpunim me kompani private, aktualisht është në këtë sektor dhe ish antar bordi i kompanisë Alabar. Anisa Hoxha, ish drejtoreshe e divizionit financës dhe marrëdhënieve tregtare, tashmë drejtoresh kabineti i ministrit Piro Vëngu, është zëvendësuar nga Donjet Zeneli, sekseri Piro Vëngut në ujdime kompanitë private që operojnë në portin detar. Alfred Vela, i drejtori forcës së sigurisë portuale i besuar i Piro Vëngut, është skeduar në raportet e DEAS, FBI-s, shishit antimafias italiane dhe policisë së shtetit për lejim trafiqesh, kontrabande dhe kalim personash në kërkim, por mbetet i paprekshëm. Rafael Oregjo, drejtor teknik në portin e Durrësit, është përdorur për abuzime të gatishmërisë logjistike si pjesë e grupeve të trafikut të drogës dhe është antar bordi i kompanisë Alabar. Bordi i portit detar, mbulesa e punëve të pista. Ami Kozeli, kryetare përfaqësuese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Genci Gjonçaj, zëvendës kryetar përfaqësuesi e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Alkida Llakaj, antare përfaqësuese e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Elisabeta Mataj, antare përfaqësuese e Prefekturës së Durrësit. Serian Mazreku, antar përfaqësuesi i Bashkisë së Durrësit. Genc Mata, antar përfaqësuesi i kompanive private që ushtrojnë aktivitet në portin e Durrësit. Bruna Cene, antare përfaqësuese e kompanive private që ushtrojnë aktivitet në portin e Durrësit. Drejtorët që krijojnë kushtet për punët e pista. Indrit Gjoka, drejtori i menaxhimit shërbimeve dhe infrastrukturës portuale, ish kandidati i PS-s për deputet në Durrës më 11 maj 2025 dhe antar bordi i kompanisë së kullave Alabar. Ermal Lila, shefi policisë kufitare në portin e Durrësit, ish zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në drejtorinë e policisë Kukës dhe ish shefi komisariatit të policisë Durrës, i skeduar për bashkëpunim me trafikant, kontrabandistë dhe persona në kërkim. Daulan Tallka, drejtori i kapitenerisë, i skeduar për bashkëpunim me trafikant dhe kontrabandistë. Denis Shabani, drejtori i doganës Durrës, i skeduar si mbështetës i grupeve të kontrabandës dhe trafikantëve, si dhe dekonspirues aksionesh në portin e Durrësit, bashkëshorti Mimoza Kaçit të autoritetit mbikëqyrjes financiare dhe i besuar i kryedoganierit Gent Gazheli. Afrim Bakaj, drejtori i regjistrit detar, ushtari i trafikantëve të drogës, armëve dhe kontrabandës në bashkëpunim me pronarët e mjeteve lundruese që kalojnë përmes portit detar, kompani private të lidhura me rrjetin kriminal. Në portin e Durrësit operojnë disa kompani private shqiptare dhe të huaja që kryejnë dhe kontrollojnë aktivitetin ndoganor, ngarkim shkarkimin e mallrave dhe menaxhimin e pasagerëve, konkretisht Alb Connection, Algas, Alba Driver, Board Omergim, Proteus Company, Redi, ASC, Egnatia, MSC, CMA-CGM, MSD, Levant Shipping, Pelican, Hapag Lloyd, Costco, Express Feeder, Ship Chandler, Container Full Service Albania, L&F Abduraso Shipping, pastrimi detare të tjerë. Po ashtu agjenci terminalesh dhe doganore pjesë e strukturës së aktivitetit kriminal në portin e Durrësit, për të cilat do të flasim në vijim. Lejet për centralet e energjisë fotovoltaike po vazhdojnë pa u ndalur me vendime e qeverie. Leje që përbëjnë krim ekonomik shtetëror, sepse nëpërmjet tyre kryeministri Edi Rama ka grabitur dhe dhuruar 10 hektar toka publike, sikur t'ia kishte lënë trashëgim babai. E tillë është leja që kryeministri Edi Rama ka dhënë në datën 19 dhjetor 2025 për investim, ndërtim dhe shfrytëzim të një centrali energji elektrike fotovoltaike me fuqi 49.96 MW në Mesopotam të Bistricës nga kompania Green Sol SHPK. Kjo kompani është 100% në pronësi të oligarkut Bashkim Ulaj, e krijuar prej tij më 15 shtator 2022, duke përfshirë si ortak fiktiv me 30% punojësin e tij Fotos Gobo nga Imara, të cilit një muaj e gjysmë më pas krijimit të kompanisë ja bleu aksionet për 30.000 lekë. Nëpërmjet kësaj kompanie, Bashkim Ulaj ka marrë leje për centralin fotovoltaik Mesopotami në Bistricë në 45 hektar tokë shtetërore, të cilën ja ka dhuruar kryeministri Edi Rama. Leja dhe licenca e shfrytëzimit të centralit fotovoltaik
do të jetë për 49 vite, kur ligji për këtë lloj lejesh nuk lejon licencë më tepër se 20 vite, por Babloku nuk i përfjell ligjet, përsa Kospak nuk po merret me aferat e tij. Një tjetër leje për ndërtimin e një centrali energjie fotovoltaike, kryeministri Edi Rama ja ka dhënë kompanisë Rozafa SHPK në zonën Shmil të Elbasanit, në 40 hektar tokë shtetit të dhuruar dhe me afat shfrytëzimi, 49 vite, dy miqve të kryeministrit. Përveç tokës shtetërore falas, Babloku ka krijuar edhe favorin që për 20 vite të mos paguajnë taksa qendrore dhe lokale për tokën, biznesin dhe mjedisin, pasi sipas vendimit do t'i japin shtetit vetëm 2% e energjisë që do të prodhojnë. Në total, oligarku Bashkim Ulaj ka marrë falas 380 hektar toka, troje dhe objekte shtetërore. Mes tyre tokën për tecin në Roskovec, si përfaqe për pallate, kulla, hotele dhe qendra tregtare në Tiranë dhe Bregdet, si dhe kodra për gurore inerte në zonat e Krujës, Vlorës, Elbasanit, Lezhës dhe Kuksit, ndërsa peshkatari trafikant Gjergj Luca në total ka marrë 132 hektar toka dhe objekte shtetërore falas, mes tyre magazina dhe troje të ish rezervave të shtetit në Elbasan, ish reparte ushtarake, ish ndërmarrje dhe toka në Zall Shkumbin, Zaranik, Labinot e deri në Bulqiz. Pasardhjes e Edi Ramës në pushtet në zyrat e qeverisë depërtoi Knidi Spiro Bashari, një personazh i dosjeve hetimore të drejtësisë shqiptare dhe agjensive amerikane të hetimit për aktivitete kriminale në rrjetet kibernetike. Në muajin shkurt 2016, Byroja Federale Amerikane e Hetimeve FBI i dërgoi Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së Shqipërisë një kërkesë për informacion lidhur me aktivitetin e kompanisë Keminet SHPK, ku ortak ishte shtetasi Knidi Bashari, si dhe për profilin e këtij biznesmeni, i cili mbante funksion shtetëror si këshilltar në qeveri. Kjo kërkesë u bazua në një raport të FBI-s, Prokurorisë së Distriktit Perëndimor të New Yorkut dhe seksionit të krimit kompjuterik dhe pronës intelektuale në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, të cilat e kishin skeduar Knidi Bashari në një hetim për krime kompjuterike në shkelje të ligjeve penale të Shteteve të Bashkuara. Më konkretisht, Knidi Bashari dyshoi se interceptonte kredencialet e llogarive të përdoruesve të shërbimeve të shumta në rrjet, duke mundsuar sulme të grupuara për kontrollin, bllokimin dhe fshirjen e shërbimeve konfidenciale kibernetike. Këto ndërhyrje kryheshin nëpërmjet krijimit të një mekanizmi infektues të serverëve. Për këtë arsye, drejtësia amerikane kërkoi nga partnerët shqiptar të dhëna mbi aktivitetin e biznesit dhe informacion të plot mbi kompjuterët që lidhen me adresën e serverit IP 119 të kompanisë Keminet Ltd, si dhe çdo informacion mbi abonentin dhe logjet përkatëse që kishin lidhje me këtë server. Por, pas hetimit nga FBI dhe raportit të dërguar drejtësisë shqiptare ndaj Knidi Basharit, nuk u krye asnjë hetim në Shqipëri. Përkundrazi, ai vijoi detyrën si këshilltar për investime dhe kontrata koncesionare në qeveri, këshilltar ekonomik në operatorin e sistemit të transmetimit të energjisë OST dhe këshilltar i jashtëm ekonomik në kryeministri me aktivitet mafioz në një model të ngjashëm me Dorian Duçkën e Edi Ramës të përfshirë në dosjen me Gonigal. Ndërkohë, Knidi Bashari është emëruar kryetar i bordit të administrimit ekonomiko-financiar të Radio-Televizionit Shqiptar me detyrë planifikimin e fondeve për investime, kontrata, paga dhe shpenzime. Kryetari i bordit të administrimit në Radio-Televizionin Shqiptar Knidi Bashari është vëllai i Evgjeni Basharit, kryeinspektore së ILDKPI, institucioni që verifikon pasuritë personale dhe familjare të kryeministrit, qeveritarëve, deputetëve, kryebashkiakëve, prokurorëve, gjyqtarëve dhe zyrtarëve të tjerë të shtetit. Fakti që po publikojmë nga Bashkia e Elbasanit dëshmon të vërtetën se Partia Socialiste në pushtet është jetërsuar dhe po vepron si parti shtet, duke keq përdorur pushtetin lokal që i përket kësaj partie. Kryeministri Edi Rama, me vendim numër 337 datë 9 qershor 2021, e largoi nga godina drejtorinë rajonale të punësimit Qarku Elbasan dhe godinën ja transferoi në pronësi Bashkisë së Elbasanit, gjoja për nevoja emergjente për zyra të disa sektorëve të kësaj bashkie. Por dokumenti që po publikojmë tregon se largimi i drejtorisë rajonale të punësimit nuk ka patur si qëllim sistemimin emergjent të administratës së Bashkisë Elbasan, por shfrytëzimin e godinës për zyra të DGSPS-s Elbasan. Më 20 tetor 2025, kryetari i Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja i kërkoi Këshillit Bashkiak të miratonte projekt vendimin për t'ia dhënë DGSPS Elbasan pa pagesë zyrat e drejtorisë rajonale të punësimit. Brenda 2 ditësh, Këshilli Bashkiak me vendim numër 132, datë 22 tetor 2025, të miratuar me 33 vota të këshilltarëve të PS-s dhe PSD-s, ja dha godinën degës lokale të PS-s për zyra.
Në propozimin e kryebashkiakut Gledian Llatja dhe në vendimin e këshilltarëve thuhet zyrat e shërbimit të punësimit, ndërtesë me 2 kate, me sipërfaqe kati i parë 432.4 m2 e kati i dytë 352 m2 në lagjen Kongresi i Elbasanit jepet për zyra pa pagesë Partisë Socialiste Tega Elbasan për periudhën 4 vjeçare nga 1 shtator 2025 deri më 31 gusht 2029, vendimi miratuar edhe nga prefektura. Pra, përsa KPS është në pushtet, zyrat e shtetit zaptohen dhe më pas legalizohen me vendim bashkie. Ky vendim zbulon faktin se godinën PS-ja e Elbasanit e ka shfrytzuar prej 4 vitesh pas një pagesë, çka shpjegon edhe pse kryeministri Edi Rama e largoi nga aty drejtorinë rajonale të punësimit. Prania e grupeve kriminale shqiptare në lindje të Sicilisë është bërë prej kohësh objekt diskutimi në mediat italiane, kryesisht përmes investigimeve të gazetarit Giuseppe Baschetto. Së fundmi, televizioni publik italian në Rai, në emisionin shumë të ndjekur të mëngjesit Uno Mattina, i dha këtij fenomeni një përforcim më të madh, pasi në redaksi kishin bërritur disa telefonata dhe mesazhe nga banorë të ishullit të Sicilisë. Siç mësohet, më shumë se sa një mesazh redaksional, bëhet fjalë për një sinjalizim të përcjell edhe në antimafian italiane, e cila synonte të jepte dhe të komunikonte një kuptim më të gjerë mbi fenomenin, për cilin ka informuar prej kohësh edhe autoritetet shqiptare. Deri tani nuk jemi në fazën e komunikimeve zyrtare me letër porosi apo kërkesa për veprime proceduriale, siç janë arrestet apo vendimet për përgjim, por në fazën e njohjes dhe diskutimit të çështjes në aspektin didaktik dhe informues. Në seminare të ndryshme, autoritetet policore shqiptare dhe ato italiane po kryen një studim të fenomenit në nivel makro për të kaluar më pas në një fazë të re që përfshin ndjekjen, përgjimin, arrestimin dhe hapjen e dosjeve penale. Problemi me antarët e bandave kriminale, përkatësisht mafiozët, nuk është kapja e tyre për krime të përditshme si rrahjet, mbajtja e armëve pa leje apo drejtimi i makinave me shpejtësi të lartë, në gjendje të dehur apo nën efektin e narkotikëve. Kjo ndodh shpesh dhe nuk sjell rezultate afatgjata. Përkundrazi, forcon më shumë figurat e krimit, pasi u rrit reputacioni në rrethin e tyre, duke shtuar klientelët dhe bashkëpunëtorët. E vetmja mënyrë për të dëmtuar këto banda, pasi eliminimi i tyre nuk ndodh kurrë, është kapja e provave për trafikun e kokainës, pastrimin e parave dhe shoqërimin e këtyre aktiviteteve me përdorimin e armëve të zjarrit, pengmarrjet, brasjet dhe shantazhet, për të arritur më në fund në provat për grup të strukturuar kriminal. Deri tani, megjithatë, është konstatuar një fenomen i rëndësishëm. Disa figura të njohura të krimit shqiptar kanë pozita dominuese në një zonë superstrategjike, jo vetëm për Italinë, por për gjithë Mesdheun. Pjesa lindore e Sicilisë përfshin 4 qendra të rëndësishme, të cilët janë edhe zonat më të zhvilluara të ishullit. Në këtë rajon ndodhet Catania, qendra më e madhe administrative dhe ekonomike, e cila dikur kishte një nga koskat më të fuqishme të Cosa Nostras. Përveç Catanias, pjesë e rrjetit janë edhe Taormina, zonë super turistike, Ragusa, qendër ekonomike e fuqishme, dhe Sirakuza, qyteti i famshëm i Pitagoros së Madh. Në gjithë historinë njerëzore, kjo pjesë e Sicilisë, përveç se një grumbullim kulturash, ka qenë një nyje kyçe për tregtim botërore përmes Mesdheut. Ajo lidh Greqinë, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme me pjesën kontinentale të Europës, duke përbërë një nga arteriet kryesore të tregtisë nga lindja drejt perëndimit, një mjedis ideal për trafiqe, por edhe për mbulimin e aktiviteteve kriminale përmes bizneseve të ligjshme dhe cilësore, si agroturizmi dhe prodhimet bujqësore, siç thekson edhe antimafia italiane. Po nga cilat zona vijnë kryesisht grupet shqiptare që veprojnë në Raguz dhe Sirakuz? Sipas autoriteteve italiane, pjesa më e madhe e tyre vjen nga Fieri dhe Mallakastra, zona që kanë gjithashtu kontroll dhe influencë në Greqi, kryesisht në Spartë, Peloponez dhe Atik, pra Athinë dhe Epire. Hetimet dhe ulumtimet kanë zbuluar një lidhje të pandarë të këtyre grupeve me aktivitetet kriminale në Greqi dhe Shqipëri, ku vlerësohet se investojnë kapitale të mëdha të përfituara nga veprimtari të palikshme, ku trafiku i kokainës zë pjesën kryesore. Sipas vlerësimit të autoriteteve italiane, mbushja e boshllokut të Cosa Nostras në Sicili nga grupet shqiptare nuk ka ardhur si pasojë ndonjë aftësie të jashtëzakonshme të këtyre të fundit. Kjo ka ndodhur sepse shqiptarët kanë marrë me qira biznesin kriminal që ushtrohet në këtë zonë. Në këtë skem, shqiptarët veprojnë si nën-kontraktor të Ndrangetas Calabrese, e cila ka kryer negociatat me grupet siciliane dhe ka arritur në përfundimin se nëse ky koncesion nuk do t'jepej me qira, atëherë dikush tjetër do të zinte vendin më të lakmuar të trafikut dhe tregtisë në Mesdhe. Për këtë arsye, vlerësojnë autoritetet italiane, shqiptarët që veprojnë si nën-kontraktor kërkojnë të fitojnë dhe të investojnë shumë dhe shpejt, por komisioni që ata i paguajnë Ndrangetas dhe Cosa Nostras është i lartë. Ndaj po rrisin ndjeshëm volumin e tregtisë, i cili sipas parashikimeve do të sjellë edhe efekte anësore, vrasje, eliminime, shantazhe dhe dhunë të vazhdueshme. Për këtë arsye,
Autoritetet po friksojnë nga një situatë që mund të dalë jashtë kontrollit, pasi shqiptarët me fuqizimin e tyre nuk do të tërhiqen më, edhe nëse shpërthen ndonjë luftë, së cilës zakonisht nuk i thon kollaj jo. Argumenti për përgatitje për përplasjet armatosura, sipas ekspertëve, lidhet me kontrollin e fortë territorial në zonën e Katanias, ku veprojnë ushtarët e mafjes, e cila edhe për shkak të demografisë sot mund të konsiderohet një bazen i mbizotruar nga shqiptarët. Në prag të mbylljes së vitit me pazare tenderësh, plazhesh, lejesh ndërtimi, trojesh, dhurim tokash dhe pyesh për miqtë e tij dhe klientët e pushtetit, kryetari i Bashkisë Sarand Pasanik Oltion Çaçi ka menduar të lumturojë disa familje të varfra me rastin e festave të fundvitit. Më 19 dhjetor, kryebashkiaku Çaçi ka shpallur një ankant me vlerë të vogël për të blerë ushqime, të cilat do t'i ndajë në 250 qese dhe do t'u adhurojë 250 familjeve në nevojë, sipas një liste të artuar nga Dega e PS-s në Sarand. Këtë ankant, kryebashkiaku Oltion Çaçi, pronar hotelesh luksoze në Sarand, Ksamil, Vlorë, Himar dhe Durrës, e ka deklaruar si shpenzim për aktivitetet e festave të fundvitit që organizon Bashkia e Sarandës, kur faktikisht bëhet fjalë për qese me lëmosh ushqimore për 250 familje. Në total do të blien nga 500 kg miell, sheqer, oriz dhe vaj, 250 kg fasule, 250 kg makarona, si dhe lëngje, kadaif, biskota dhe kafe. Çdo qese do të përmbajë nga 2 kg sheqer, miell dhe oriz, nga 1 kg fasule, 2 litra vaj, 2 bidona me lëngje nga 1.5 litra secili, një pako biskota 250 gram, një pako kadaif 600 gram dhe një pako kafe 100 gram. Ankanti do të zhvillohet në datën 22 dhjetor, ndërsa në vend të kryebashkiakut Pasanik Oltion Çaçi ka firmosur zëvendës kryetari Florian Sali, pronar pikash dhe depozitash karburanti në Sarand dhe Ksamil, i cili zotron edhe licencën zonale monopol për furnizimin e jahteve, trageteve dhe anijeve me karburant.